Jo, shumë interesant debati në studio, ndonë se jam plotësisht jo dakord me analizat që janë bërë në lidhje me të ardhmen e NATO-s apo ndërhyrjen e Shtetit Bashkuara. Jo më kot përmenda faktin që zoti Trump e tha, e bëri të qartë që nga janari kaluar deri në shtator-tetor është munduar të negociojë një zgjidhje për çështjen e Venezuelës, sepse preferenca e tij nuk është asnjëherë një ndërhyrje ushtarake. Në fakt, preferenca çdo kompi nuk është ndërhyrje ushtarake, por është një zgjidhje temi në një moment një lloj deal, siç e thot ai, pra një lloj tregtie, një lloj marrëveshje që ai mund të bëjë me atë vend. Në lidhje me Grenlandën, ajo që është shumë temi e mundshme, është mundësia temi e një marrëveshje të re që mund të ketë me Danimarkën ose me një shtet të ri, siç Danimarka e preu idenë e marrëveshjes. Ta nuk ka marrëveshje për Grenlandën. Nuk, jo, ka diçka tjetër. Marrëveshja, nuk flas për një marrëveshje për një shteti i Grenlandës i përshket Amerikës, por flas për një marrëveshje ushtarake ku ndoshta edhe shtrirja e bazë amerikane, suvereniteti i bazë amerikane, të tjera zgjerime të tyre, edhe thjesht mos harrojmë se Grenlanda ka dhe rezerva nafte, përveç tjerave. Ka minerale të rralla. Dhe minerale të rralla. Te naftës, por është çështje gjeopolitike, mineralet e rralla, të cilat janë sigurisht të deklaruar, se pa deklaruar, por që nuk është e qartë akoma. Sepse nuk është, edhe këtu rreziku sigurisht kryesor është nuk është vetëm Kina, por sigurisht edhe Rusia. Kështu që unë thjesht në përgjithësi jam pak më gjak ftohtë në lidhje me të ardhmen e NATO-s, paktën për këtë vit dhe vitin tjetër. Sigurisht ku shoh gjithashtu edhe personat që e rrethojnë zotin Trump, përfshirë këtu edhe zoti Rubio, i cili është pak më i qetë, do thoja unë, në lidhje me të ardhmen, edhe më pro-evropian do thoja unë, në lidhje me të ardhmen edhe të NATO-s. Unë do thoja nga sekretarët e shtetit. Ndoshta pas James Beckerit, po dhe James Beckeri përkiste një epoke historike të rënies të murit Berlinit, të Perdesekut e tjerë, pra një epokë tjetër historike, po unë do thoja pas James Becker, unë mendoj që Marco Rubio po krijon profilin e një sekretari shteti të pakonkurrueshëm në 3 dekadat e fundit. Nuk e di. Nuk e di nëse ka 0% pesh në vendimarrje. Ja, jo tamam, unë mendoj jam dakord me Medlirin që Rubio e balancon presidentin Trump. Asnjë pesh. Dakord. Jo, keni plotësisht gabisht analizë. Është krijuar ideja sikur Trumpi nuk dëgjon, po dëgjon shumë realisht. Zoti Rubio, ju lutem le të flasë, nuk jam në studio. Po Medlir. Okej. Faleminderit. Atëherë, zoti Rubio është dhe këshilltari për National Security Council, pra këshilltari për sigurinë kombëtare të zotit Trump, është i pari që nga koha e zotit Kissinger, edhe sekretar shteti, pra i bën të dyja rolet. Ishte ai gjithashtu i cili komplet manovroi plotësisht zotin Musk, mos harrojmë që e nxorri ai pothuajse nga qeveria zotin Musk, sepse tha faleminderit një këshilltar i mirë, ne do të marrim vendimet tona në bazë të këshillave tuaja. Pra, jeni të kujdesshëm se zoti Rubio është një njeri i cili e luan lojën e Washingtonit me shumë delikatesë. Unë do thoja këtë, që nëse Venezuela nuk shkon ashtu siç duhet të shkojë, barra e humbjes dhe sfatës bie plotësisht pas zotit Rubio. Dhe ka shumë persona tjerë që janë duke pritur pas kujtave për të zëvendësuar atë. Pra është një moment delikat për të ardhmen e tij politike zoti Rubio, por mos të themi që është pa peshë në aspektin e Këshillit Sigurisë, të sigurisë kombëtare, ashtu sikurse edhe të politikës së jashtme, unë do të thoya do të ishte një jam dakord me Dimër ju, të unë tash dhe vetë që është duket nga James Beckeri, duket që është sekretari i shtetit që realisht temi deri diku edhe e balancon temi replikat e ashpra, fjalorin e ashpër të zotit Trump, por edhe që vendos pikat mbi i në momente të caktuara. Mos harrojmë që dje ishte ai dhe vetëm ai që doli në gjithë mediat amerikane për të qartësuar dhe për të bërë disa hapa pas të asaj që kishte thënë zoti Trump një ditë më parë. Pra asnjë person tjetër nuk doli aty. E gjithë kjo për të thënë që suksesi i Venezuelës, nëse ka sukses në Venezuelë, ai ka dhe më shumë pushtet, por nëse ka një disfat, do të vihet barra plotësisht mbi shpatat e tij dhe ai pastaj nuk do të mbijetojë më shumë se 6 muaj nëse Venezuela nuk shkon aty ku duhet të shkojë, ashtu sikur ai mendon se duhet të shkojë. Po, Skënder. Më fal, fakti që ai ka dalë një ditë më vonë për të justifikuar ose për të marrë kthes nga ato që ka thënë zoti Trump, provon vetëm atë që unë thash, që nuk ka asnjë lloj influence në të gjitha marrëzirat që presidenti amerikan ka bërë deri tani dhe që vazhdon për fat keq të bëj. Rubio e ka të lidhur fati me Venezuelën, e ka dhe virtualisht me Grenlandën. Nëse ndodh diçka, atëherë ai nuk është më sekretari i shtetit që
i menaxhon punët siç duhet dhe i zmuson si thosh qëndrimet e ashpra, por thjesht është një noter siç janë gjithë sekretarët, gjithë ministrat e atij kabineti, kur ti shef mbledhjet e atij kabineti, me thënë drejtën, është për të ardhur keq pikpamja e idolatrisë që ka kriju Trump në tavolinë dhe mënyrën se si i drejtohen ministrat. Vështirësa vjen nga Mark Rubio. Do të bëjmë një dallim midis sjelljes publike dhe sjelljes private. Pra, nëse shikoni dhe marrëdhënien e zotit Trump me Zelenskin, pse kemi një përmirësim të asaj situate? Nuk është sepse është zoti Witkoff, por nëse vini re në atë diskutim të ashpër, më duket në prillin e kaluar, zoti Rubio nuk tha asgjë. Por pastaj pas kujtave ka pas debate, diskutime të thella të shumta dhe nëse ka pas një rrugë pas për Zelenskin, ka shkaq ka qenë për hir të ndikimit të zotit Rubio. Pa, mos të gjykojmë sjelljen publike në bazë ose sjelljen private në bazë të sjelljes publike.